në shkollën Ismail Qemali, që për ju banorët vazhdon të jetë një nga problemet më të rëndësishme këtu. Edhe klasat e ngarkuara me shumë nxënës, por dhe trafiku që zhvillohet për ditë aty në kohën e dërgimit dhe marrjes fëmijëve tuaj nga shkolla. Këto telashe janë të zgjidhshme, mirë po dikush duhet më ul dhe më u marr seriozisht me këto çështje. Shkolla Ismail Qemali ka nevojë për rritje të hapësirave. Dhe kjo do të bëhet edhe për ta implementuar mësimin tërditor, që do të jetë një nga reformat kryesore të sektorit tonë të arsimit. Buxheti i komunës nuk mund të shkojë aty ku janë zyrtarët e komunës. Buxheti i komunës është instrument për t'i adresuar pabarazit dhe nevoja themelore qytetarëve, e barazia është ajo për çka qëndrojmë ne, për çka qëndron dhe ka qëndruar gjithmonë lëvizjeve të vendosit. Hajrullah Qeko është i ndershëm, i përkushtuar dhe gjithmonë e ka vendosur qytetarin në qendër të punës së tij. Të dashur banor, unë nuk kam marrë tu për t'ju mbajt ligjërat, po për bashkëbisedim. Tash është radha juaj, e kemi mikrofonin, ju lutem merrni fjalën, këtu jam për pyetjet e juaja, për komentet e juaja, veç urdhënin. Kisha propozu që në parkun e Gërmis, ne pensionistët të cilët kemi vetura, do me thënë në emnin ton, mos me pagu fare parkingun edhe mos me pagu hyrjen. Dhe ideja juaj që pensionistët të kenë një mundësi shtesë, pra ndoshta të lirohen nga pagesa, është një ide e mirë që unë do t'ja përcjell me njëherë ekipit ton të programit. Kështu do të jenë politikat. Pafar me popullin. Kush pënanal deve me jetë për para, përveç se ignorancës tonë. Atë të lutemi, të dhejmë një kahje të marë komunave, se ne jemi qeliza e shtetit. Deshta një pyetje mas pari, nuk e di sa e keni një plan për me organizue për tregun që është në qendër. Aty kisha desht shumë u angazhu ju, se të meri Zotit është aty. Tregu do të rregullohet edhe në qendër, edhe në Ulpian, edhe tregu mobil, edhe tregjet në për të gjitha lagjet. Tregu është një domosdoshmëri, është pjesë e politikës tonë qendrore për t'i bërë lagjet e tona sa më të jetueshme, është pjesë e kartelës së lagjes. Çdo lagje duhet ta ketë tregun e vet, por dy tregjet ekzistuese, ai i qendrës dhe i Ulpianës, urgjentisht duhet të rregullohen. Zemra, si per her, besa, besa.